Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje Tirana njohu protestën më të fuqishme në tërë ekzistencën e saj, mbase 200.000 qytetarë vërshun në sheshet dhe rrugët e saj në kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës. Por, siç ka faktuar historia, diktatorët të vërbuar nga pushteti nuk ndigjojnë të tjerët, nuk njohin realitetin dhe sfundi nuk marrin ndonjëherë vendimet drejta. Ai sot, në monologun e tij, u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Ramës, por edhe të nëjë agjensie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër 1 i turizmit në Shqipëri sot për sot është Edi Rama. I jep dorëheqjen që të vinë turistët me qenë se ti e shtroven çështje kryesore.